se saktësisht pse është thirrur Bamir Topi e din ata që e kanë thirrur prokurori ose gjykatësi. Në hamendjen time, ai është thirrur sepse ka qenë president republike në mos gaboj. Pas Mojsiut ky është lançue dhe natyrisht do ta pyesin si commander in chief, si kryekomandanti i forcave të armatosura, çfarë din ai për sigurinë në atë kohë dhe për të gjithë atë gjendje. Se çfarë do të thotë nuk e marr mend, po të thotë atë që don. Bamir, s'kam nevojë për asnjëri në botë të dëshmoj pro meje, sepse është faktuar në mënyrën më përfundimtare që në mënyrë absolute nuk ka asnjë shkelje ligjore. As dhe një shkelje më të vogël ligjore. Ka trillime të paimagjinueshme në atë proces. Ka trillime ku a mund të lexoni pak librin 35 falsifikimet e prokurorisë speciale për procesin. Janë 35 falsifikime. Pra, i tërë procesi është ndërtuar mbi falsifikime, dokumentash, faktesh e të tjerë. Me një fjalë, ajo është një piramidë mashtrimi